Edhe nëse ne vetë e njohim si një krijesë e dobët e cila gabon, këtë e kuptojmë edhe për palën tjetër, se edhe ajo ka mundësi me gaboj, ajo ka mundësi me bo ndonjë lëshim. Apo shkaku i kësaj është që ne si njerëz kemi dëshirë me dominu. Unë me ka një pari, e tjerët së më intereson. Edhe me çdo kusht mundohemi me i realizu planet tona, edhe pse ato ndoshta ne kuptojnë se kemi bërë dikujt zullum, kemi bërë dikujt padrejtësi. Këtu tash ta lidhim këtë. Po. Që edhe kur të vjen në lojë, nuk të shkon loja, të vjen penalti. Po. Mund duke fol ti merr në penalti. Sikur kjo punë e gazës. Po, s'po. Në fejnë tonë, për shembull, në qoftë se je i fort me ushtri, edhe duhesh me shku me çliru një vend. Mirë po, pa prit mos dalin vgra e fëmije. E duhet me kalu mbita, me i masakru, me i vra për me çliru atë vend. Çka duhet me bo muslimani? Tërhiqet. E këto tjerët e bëjnë këtë? Çka banën këto tjerët? E tash ne, a jena musliman, a s'jena musliman? Këto o problemi tash. Unë ma herët, historikisht, po të flasë, sa ne, si shqiptar, këtu i kemi mundu gratë, gjinin femrore, se kena respektu. Pse si kena respektu, pse jena musliman të mira? A pse jena shqiptar të mirë? Se kena ditë pa as njëra, as tjetra s'kena tjenë. As shqiptar të mirë, as musliman të mirë. Ta shtu lidhen punë. Me qenë se ne kemi iman në Zotin, besim në Zotin, ama imani nuk mundet mu realizu komplet, tash komplet, fjala komplet e 100%, do shta teoretikisht po, ama në praktik, o problem, me realizu punë 100%, vetëm Allahu vëtjiblot është absolut, po ne mundësi që i kemi me realizu aspektin imanore, punë tjera të përditshme, pas habën nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi. Jetën familjarë, shembull, jetën me bashortën, pa durim, a mundesh me çunve? Nuk mundesh. Po, atë shembull, që të dijemi të arsimit, ne, edhe ty edhe unë. Ne e dim tash me çfarë ballafaqohemi në për shkolla, me qenë se s'kemi sabër, a mund të bëjmë diçka, asgjë. Me thonë sabër në shkollë, sabër në xhami, sabër në rrugë. E tash, në qofse duam bëjmë analiza pse ndodh kjo, ndodh për shkak se imani i dopt e para. E dyta, ne nuk kemi duke marrë me ndonjë lexim. Dhe problem të madh. Jo, me ndonjë lexim që të rahaton. Po njeriu nëse ka probleme duhet me marr abdes, duhet me fal direktate, duhet me ndejt mbi Kur'an. Ne këta si bëjmë? Unë jam duke folë përgjithësisht, jam duke folë për vetë. Po, nëse është ullur, duhet më ushtri. Është mirë ai që ka nanën gjallë. E kuptoj, nëse i ke 50 vjet, nana i ka 80. Pra po e nana jote e vendon kokën, kanë thonë në prehrin e nënës. Po nëse nuk e ke nanën, kanë thonë shtrihun në tokë. Sepse me një aspekt nana e njerëzimit të tokës, nga toka jemi. E këtu tash lloj-llojshmëri të analizave mund nxjerrim, por kthehem prap. Imani i dopt e para, e dyta ne mos ta lidhi punën tash me atë që e shiqojmë dhe ndëgjojmë. Edhe unë jam i sigurt që keni dëgjuar se fëmijët e tanë tash me çka ballafaqohen. Para mendoje ata fëmijët nesër kur të vinë kohën tonë, çfarë stresi kanë me pas. Tash, nëse i thuni djalit të ri, kohën e ke për të martuar, ajo i stresuar. Pse se mendon që nuk ka me pas mundësi me siguru jetën për të di. Atë stres ka, atë probleme, se harxhimet janë shtu për çështje shumë sekondare, për shembull telefoni. Do më thonë tash ne pak punë bëjmë, shumë harxhime bëjmë, shumë qefe. E këta qefët e kanë stresin e vet. E kena shtu vetës një dozë, një sasi të luksit, detyra sekundare. Do thonë në ndikimin e botës, apo në ndikimin e globalizimit, sikur duhet ne me u përshtat. Nëse këtë kanë iPhone 17, edhe unë duhet me bëtë shmos. Te ke telefonin rregull. Ama çfarë stresi ka i fëmijë deri sa të arrijë, para mendoje prindërit e tij, çfarë stresi. Çfarë mërzie, se stresi me një aspekt o mërzi.